Përshëndetje të gjithëve, së bashku me ekspertin e mjedisit, zotin Abdullah Diku, prej disa kohësh kemi hulumtuar dhe ndjekur një temë krejt të veçantë për mua, sidomos si gazetare, që lidhet me krimet mjedisore, djegjen e pyjeve, shpillëzimin, por nga ana tjetër edhe me gjuetin apo tregtin e palishme të specieve, përfshirë edhe të atyre që janë endemike apo të veçanta në vendin tonë. Kemi gjetur shumë, kemi parë shumë vakume ligjore, institucionet të cilat herë nuk punojnë, herë sepse nuk kanë burime njerëzore të mjaftueshme, por nga ana tjetër edhe sepse mbyllin njërin sy. Megjithatë, për të folur më shumë dhe për të sqaruar më shumë në lidhje me këtë temë, patjetër kam kënaqësinë të kem përballë përsëri zotin Abdullah. Abdullah, ti ke kaq shumë vite, je një ekspert i mirënjohur patjetër i mjedisit dhe ke kaq shumë vite që ke udhëtuar cep më cep të Shqipërisë. Ke parë, do të thoja, çdo mal, çdo kodër, çdo fush, çdo specie, çdo bim që jeton dhe rritet në to. A mund na tregosh pak se nga se përbëhet Shqipëria, çfarë bimësie ka, çfarë lloj kafshësh apo shpendësh ka? Atëherë, për shkak të pozicionit gjeografik të vendit, pra një vend i vogël në sipërfaqe, por indikuar shumë nga klima mesdhetare dhe kontinentale, po ashtu nga topografia, po terreni i thyrë, 2/3 e territorit janë malor, bën që në një vend kaq të vogël ketë një biodiversitet jashtëzakonisht lartë dhe renditimi ndër vendet europiane me biodiversitetin më të lartë për njësi sipërfaqe. Kemi plot lloje, të llojet cilat janë pjesë e inventarit, si thua, florës dhe faunës e Europës, por kemi edhe ato specie të cilat gjenden në rajon më të kufizuar siç është vendi ynë, apo maksimumi shtrihen dhe në vendet kufitare. Çfarë ke gjetur të veçantë? Elementi më i rëndësishëm është ai tulipani shqiptar, lulja më e bukur që kemi. Është specie quhet stenoendemike, sepse ndodhet jo vetëm që është endemike, por është akoma më shumë se endemike, sepse ndodhet vetëm në një zonë kufizuar në Kukës. Kemi lloje të tjera stenoendemike si krokusi apo shafrani tomorit për shembull, apo shilla albanika, një lloj zymbyli, po themi unë, i cili gjendet vetëm në vargmanin Lur Balgjaj. Kuptohet që lista e specieve është shumë e gjatë. Lidhur me drurët e mëdhej nuk është se kemi, si thua, specie endemike, sepse këto duke qenë specie të mëdha kanë arritur, si thua, përshtatën apo shtrihen në më shumë zona se sa një vend. Por kemi shumë në sipërfaqe, ose kemi pasur. Por kemi, si thua, elementët më të rëndësishëm të formacioneve pyjore të Europës. Një vend i vogël, pothuajse pasuri shumë dhe fare pak i eksploruar në raport me atë që duhet bërë në këtë drejtim. Po, por kjo nuk vlen për dashakeqet. Pra, eksplorimi i pyjeve të dendura që ndoshta shumë prej nesh nuk kanë pasur mundësi të shkojnë të shohin në gjithë këtyre gjërave të veçanta, shpesh ka rënë edhe në dorë të dashakeqve. Për shembull, do doja dija për gjatë udhëtimeve dhe ekspeditave që ti ke bërë, a ka pasur ndonjë zonë që ndryshe ke gjetur 10 vite më parë dhe ndryshe ke gjetur 10 vite më pas? I referohem këtu sidomos ndoshta shpillëzimit apo djegjes. Pothuajse të gjitha zonat të cilat kanë qenë, si thua, ai diamanti i kurorës natyrës së Shqipërisë, parqet kombëtare, kanë mësuar ndryshime drastike në peizazh, spari, pra gjë kontakti i parë që ti, apo ndryshimi i parë që ti arrin të shohësh, dhe pastaj kjo lidhet shumë me krejt ato elementë tjera bashkëshoqërues të natyrës, siç janë flora dhe fauna. Pra ndryshimi i peizazhit për shkak të djegjes dhe prerjes pyje ka bërë që të ndryshojë në mënyrë dramatike i gjithë struktura e ekosistemeve natyrore në këto zona. Dhe pothuajse çdo zonë përjashtuar parkun e Alpeve, i cili parkun kombëtar të Alpeve apo Alpet e Shqipërisë në tërësi, cilët kanë qenë më pak ndikuar në këtë drejtim, ka pas më pak zjarre, më pak prerje. Pjesa tjetër e territorit ka qenë dukshëm e ndikuar nga dora e njerit me apo pa dashje.
Pse është ky dallim, Abdullah? Pra pse pjesa e Alpeve është më pak e prekur dhe pse pjesa tjetër është prekur? Është çështja aksesi, pra dashakeqet nuk kanë rrugë ndoshta për të shkuar. Në base lidhet më shumë me pamundësi, ajo që thua, pra pamundësia e aksesit, pra duke qenë terren shumë i thyrë, pak njerëz ka patur mundësi të eksplorojnë këto 4-5 vitet e fundit, ka filluar të eksplorohet masivisht, si thuash, Parku i Alpeve shqiptare, ndërkohë që zonat tjera kanë qenë më të mirë ngakuar me vizitorë, edhe Parku i Valbonës për shembull, Qafshtama, Parku i Lurës veçanërisht. Ka ndodhur që shpesh herë ky dashakeqi ka kombinuar, si të thuash, atë veprimin e vet me komunitetet lokale. Aty ku komunitetet lokale janë treguar, kanë insistuar për të mbrojtur burimet e tyre, malin, pyllin, territorin e fshatit, nuk ka patur zjarr, nuk ka patur prerje. Dhe një shembull i mirë për shembull gjithë Shqipërinë që unë e përmend shpesh është Radomira. Pra ato nuk kanë lejuar kur që pyjet e tyre të pritin edhe me leje, kur lejohej prerja pyje, nuk kanë lejuar asnjë person të huaj, si thuash, të shkojë të prezë dru, e kanë rregulla strikte për mënyrën e menaxhimit të pyjeve. Janë shumë vigjilent në rast kur vetë banorët? Po. Janë shumë vigjilent kur bie zjarr në pyll, pra pothuajse gjithë shkojnë atje dhe kë do të pyesësh atje të madh të vogël, qasja ndaj pyllit, ndaj natyrës është çfarë sipërfaqe ka Radomira? Shiko, Radomira është pjesë e Parkut Natyror Korab-Koritnik, që do të thotë fillon në veri në afër pikës kufitare të Morinës dhe zbret deri në malin e Deshatit. Pra krejt ai vargmal është pjesë e territorit Parkut Natyror Korab-Koritnik, rreth 54.000 hektar, mos gaboj. Dhe Radomira është, si thua, në qendër, por arsye pse Radomira sepse më fal që po të ndërpres. Pra Radomira pas ka një shembull kaq të mirë të menaxhimit dhe të mbrojtjes së pyllit përreth saj, që mund t'ja jep ka edhe të gjithë vendit, pra për të mësuar edhe gjithë Shqipërinë se si ta më ka bërë përshtypje edhe diçka tjetër në fakt, përpara se sa të vazhdosh ti desha në Kosovë dhe rastisa me një punonjës të zjarrfikseve dhe ishte pikërisht në zonë unik, pra në zonën që është kufi me Tropojën. Dhe i thash si ka mundësi që nuk ka djegje të pyjeve, kaq shumë, ndërkohë që rruga ishte aksesueshme, sepse ne kemi marrë dron dhe e monitorojmë të gjithë zonën me dron. Pra edhe zjarrfiksit atje kishin dron në dispozicion, pavarësisht dhe shumë kushtueshme, dhe duke qenë se bëm një fushat shumë të mirë në viteve të fundit, nuk kemi pasur më zjarre. Pra ka plot metoda që nëse kërkojnë, me sa duket, mjafton të kërkosh, ti je kërkues. S'para mjafton të duash të bësh punën, pastaj të dish dhe pastaj të kesh to pajisje teknologjike të cilat ta lehtësojnë punën akoma shumë, apo të sjellin informacion korale për gjithë çka ndodh në një pjesë caktuar të territorit. Në sipërfaqe sigurisht më shumë është zjarri, sepse zjarri nuk është se ka përshkuar, si thua, detyrimisht perimetrin e zonës së prerë. Ka ndodhur shpesh që keqbërësit cilët kanë arritur të presin pyjet për të humbur gjumët e tyre kanë vënë zjarrin në atë pjesë ku ka ndodhur ky lloj krimi dhe pastaj është shumë fishuar krimi me djegjen jo vetëm kësaj pjese, po zjarri bëhet i pakontrollueshëm, pastaj siç ka ndodhur pothuajse çdo vit apo siç ndodh me Lurën, me Qafshtamën, me malin e Skënderbeut, me Munellën, me Bjeshtë e Oroshit, apo me çdo pjesë tjetër, me jugun, jugperëndimin kryesisht. Pra, pamundsohet kontrolli i zjarrit, kështu që nga një krim i parë që kemi të bëjmë me prerjen e pyjeve, zjarrvënia për të humbur gjurmët e shumë fishon këtë lloj krimi në kuptimin jo vetëm penal si vepër, por edhe mjedisor, pra dëmin që shkakton në ekosistem me djegjen dhe shkatrimin e stresit. Sepse ka edhe një dëm tjetër. Dhe pastaj ka dhe dëmë të tjera. Dhe pastaj gjitha këto pasoja ne i vuajmë dimër me përmbytjet, i vuajmë me rrëshqitjet, i vuajmë me dëmtimin e rrugëve, me dëmtimin e veprave të tjera të infrastrukturës, sepse një shpat i zhveshur nga bimësia nga pyjet është gjithmonë burim rreziku për gjithçka që gjendet në atë shpat apo në fund të shpatit. Pra ti po thuaj që edhe një pjesë ndoshta e disa prej përmbytjeve që ndodhen së fundmi në Shqipëri lidhen drejt për drejt edhe me Po patjetër, ka studime specifike të cilët
e kanë vërtetuar që edhe është edhe logjike, nuk ka nevojë për shkencë shumë këtë drejtim, pra një shpati i veshur apo një zonë e veshur me pyje, uji don shumë kohë të arrijë në rrugë, pastaj në lume të vinë det, sepse mbahet nga shtresa bimore e tabani i pyllit, nga lëgusha, nga humusi, nga gjethet, nga rrënjët, dhe lëshohet gradualisht në natyrë, ndërsa në një shpat të zhveshur, sasia e ujit shtohet për shkak të shplarjes së shpatit, pra përveç ujit shtohen edhe sedimentet, dheu që ngryen shpati, shpejtësia e rrjedhjes është shumë më e madhe, presioni si thua hidrologjik në krejt bazenin është shumë i madh dhe dëmi i ujit në të rast është shumë i madh dhe pastaj kemi erozion dhe përmbytje, gjë që rrezikon pjesën e poshtme të shpatit. Kështu që këto janë ato, si thua, lidhja shkak pasojë, pra sipër djegim dhe presim pyjet dhe pastaj poshtë vuajmë këto dëmtime, rrëshqitje rrugësh, rrezikim banesash, erozion e tjerë. Pra kemi të bëjmë me pasoja shumë afatgjata. Afatgjata dhe në shumicën e rasteve ne i përkeqësojmë pasojat sepse ndërhyjmë në ekosistem, në shtratrit e lumenjve, për shembull, duke marrë zhavor, apo duke ndërtuar diga përgjatë lumeve, të cilët nuk çojnë sedimente dhe kemi pasojat mëdha me erozionin bregdetar në perëndim të Shqipërisë, siç është rasti i Golemit. Abdullah, ne folëm për të gjitha këto, pra ka kaq shumë sipërfaqe pyjore të djegura, ka kaq shumë sipërfaqe pyjore të prera, por nga ana tjetër janë shumë të pakta rastet kur vinë për shkaqe natyrore, ndoshta për shkak të nxehtësisë shumë të madhe, por kemi parë shumë pak persona të arrestuar, ne bashkë pam raportet. Çfarë ndodh? Nuk kemi legjislacion të mirë në Shqipëri apo nuk ka burime njerëzore dhe aftësi le të themi institucionale për t'i evidentuar apo edhe për t'i parandaluar, sepse kjo do të ishte më e mira e mundshme. Shiko, pothuajse në çdo lloj burime apo raporti thuhet që mbi 95% e zjarreve në natyrë kanë shkaqe njerëzore mbrapa, pra nga pakujdesia ose me qëllim. Pra këto janë dy mundësit, pra hedhja e një cigare, hedhja e materiali djegës, hedhja e shisheve në natyrë shkakton gjithashtu zjarr, sepse ato rrezet e diellit ndonjëherë, si të thuash, koncentrohen nga këto copaqelçi dhe pastaj kthehen në burim nxehtësie duke djegur në verë biomasën e thatë. Kemi edhe një përqindje të vogël e cila kryesisht është në jug perëndim Shqipërisë, malet e vetëtimës, apo siç ka qenë quajtur në gjuhën e hershme akrokeraune, pra ka shekuj që njihen si male të vetëtimave, si të thuash, dhe ka plot raste kur zjarri atje ka ndodhur për shkaqe natyrore, por shqetësuese në Shqipëri është dhe mbetet dhe duhet të jetë prioritet në të ardhmen zjarrvënia e qëllimshme apo nga pakujdesia. Këtu duhet të fokusohemi kryesisht. Arsyeja pse kemi kaq shumë zjarre është fakti që ne nuk kemi njerëz në terren. Pra kemi skuadra zjarr fikse që janë të bazuar në qytete. Por ato janë kur ndodh diçka. Boshatisja e fshatrave nga banorët për shkaqe të ndryshme, emigrimi, migrimi, konflikte, pamundësie për të patur kushte optimale për të jetuar atje, marrja e ujit për hidrocentrale i ka bërë që ato të largohen, mos mbështetja e blegtorisë me grante, me mbështetje nga ana e Ministrisë Bujqësisë apo AZBR-ja, ka bërë që banorët, si thua, të mos ndjehen më në një farë mënyrë pronar të territorëve që ato kishin trashëguar në breza në shekuj, tashmë zhvilluesit në thonjza që bëjnë hidrocentrale, bëjnë rezorte, bëjnë panele fotovoltaike, u kanë pamundësuar. Më fal që të ndërpres këtu. A ka raste kur vendosen zjarre në mënyrë qëllimshme pikërisht për t'i hapur rrugë investimeve të tilla? Shko, ne kemi patur disa vite rresht zjarre të tilla në Shëngjin të Lezhës, edhe banorët lokal aty thonin që kjo vjen për shkak të zhvillimit të mundshëm me ndërtime.
Po, në fakt ne kemi përfshirë edhe në temë dhe jo pa qëllim ta bëra këtë pyetje për ta evidentuar. Është një mënyrë. Ka dhe rezorte që po zhvillohen dhe jo vetëm por edhe në jug të Shqipërisë me sa duket. Është një mënyrë, si thua, për t'i paraprirë zhvillimi. Pra zjarri nuk është rastësisht aty dhe nuk bie rastësisht në këto territore kaq preferuar për zhvillime, kështu që është një mundësi e madhe që të vihet pikërisht për këtë qëllim. Ka dhe zjarre të cilat janë për shkak konfliktit të pronësisë së pretenduar apo për shkak të konflikteve të ndryshme ndërmjet zhvilluesve, ndërmjet familjeve, ndërmjet bizneseve atje, se kush do ta marrë, si do ta marrë dhe për t'i bërë dëm i vën zjarrin një pjesë të territorit të palës tjetër, por zjarri nuk njeh kufij, domethënë, kështu që herët avon vjen dhe aty. Kështu që të gjithë këto gjëra, pra mos mbështetja e blegtorisë, ka bërë që këto rrugët pyjore të mbyllen, ka bërë që kullëtet mos ekzistojë më, do të thotë më shumë biomasë thatë bie tashmë në tokë dhe në një rast zjarri të mundshëm, potenciali për të bërë dëm ky zjarr është shumë më i madh, sepse s'ka kullotje. Një pjesë e madhe e ujit është marrë për hidrocentrale, pra janë devijuar këto rrjedhat natyrale. Një pjesë e kullotave tashmë po zihen me panele fotovoltaike kryesisht në pjesën perëndimore të Shqipërisë. Pra banorët nuk janë si dikur që binte zjarri në pyll apo në kullotën e tyre dhe gjithë secili mundohet shkonte për të minimizuar dëmet. Tashmë ato po e kuptojnë që pronën e kanë trashëguar në një farë mënyrë apo territori kanë trashëguar si përdorues tradicional, bazuar mbi drejta zakonore që kanë ekzistuar në kanune apo në ligjet e vjetra, si të thuash, dhe tashmë po e braktisin këtë, pra për çfarë do të shkojë një banor për të fikur zjarrin kur pylli tashmë nuk i përket atij, por kullota nuk është e tij, kështu që ka humbur motivimi. Së dyti nuk kemi njerëz profesionistë në terren. Pra ne paguajmë njerëz, por jo profesionistë. Pra ka pak specialistë pysh, ka pak specialistë që merren me menaxhimin dhe kontrollin e territorit. Pra gjithçka i besohet, si thua, teknologjisë, satelitëve, por nëse nuk ka njerëz të lexojnë dhënat prap, ky është problemi i madh. E treta ka të bëjë me këtë pra ne kemi satelit, por nuk kemi njerëz që dinë të lexojnë. Satelit, dron, pra informacioni ekziston edhe po të mos kemi këto satelitë apo dronë tanë, ka satelitë ndërkombëtar të NASA-s, të cilët fluturojnë për çdo ditë mbi pjesë të Po që shpesh vëmë re që dhe të dhënat e raporteve të sipërfaqeve të djegura, ato të institucioneve shqiptare me ato të atyre ndërkombëtare nuk ishin të njëjta, pra kishte një tendencë për ta ulur sipërfaqen reale të djegur. Për ta minimizuar, po, është e vërtetë, është konstatimi i drejtë, kjo ndodh për shkak të asaj faktit që ne nuk masim realisht dëmin. Pra bie zjarri dhe raportojmë me hamendje se sa ka djegur pa verifikuar në terren, pa e matur në terren, pavarësisht se është një proces punë shumë i thjeshtë, ne nuk e bëjmë këtë gjë. Dhe mungesa e të dhënave të besueshme statistikore, sigurisht që çon pastaj në vendimarrje të gabuara apo në shmangjen e fokusit problemit, duke mos e zgjidhur, pra duke e fshehur problemin përmes statistikave, arrim që të kemi pasoja katastrofike vit pas viti. Pra, këta i shohin, duket sikur i shohin statistikat më shumë si një formë parandalimi, në vend që të shohin forma të tjera parandalimi. Më shumë mundon të minimizojnë për të mos u dukur dëmi, sepse në një farë mënyrë sa më madh dëmi më i madh është ekspozimi i tyre ndaj mos kryerjes detyrës. Nga ana tjetër, pra për të mos të dukur brenda vendit tek eprorët e tyre. Por dhënat e zjarreve çdo vend evropian i ka te ky portali evropian, pra që raporton dhënat për zjarret në pyje, ku edhe Shqipëria bën pjesë, ne kryesisht për qëllime publikimesh e tjera atyre ju referojmë, sepse në Shqipëri nuk ka dy institucione të cilët t'japin të saktë sipërfaqen e zjarreve. Pra nëse do të së pari duhet të jetë instati, pastaj këto institucionet e linje, pra Agjencia Kombëtare e Pyjeve, Agjencia Kombëtare e Emergjencave Civile, Shërbimi Kombëtar i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. Pra këto institucione, si të thuash, duhet të kenë, unë nuk po them 100%, po statistikat duhet të jenë sa më të afta me njëri tjetrin, edhe kjo arrihet nëse
ke njerëz në terren, bën matje në terren edhe si thua e verifikon në terren. Po pastaj duke i bërë secili për hesab vetë nga zyra, dalin këto grafike që luhatet kaq shumë dhe bëhen pa besueshme si thua këto statistika nga institucionet ndryshme. Nëse i kombinon, nuk nxjerr dot asgjë me të. Është dëmi më i madh që ne po i bëjmë natyrës së Shqipërisë, është një transformim rrojnësor i peizazhit, i cili nuk ka kuptim vetëm në dukjen, pra në atë që shef syri, por ka prapavit madhe, si të thuash, dhe pasoja që do të mbarten për dekada në mos shekuj, lidhur me shkatrimin e habitateve, lidhur me shtimin e erozionit, lidhur me keq menaxhimin e burimeve ujore, përkeqësimin e cilësisë dhe sasisë ujrave, lidhur me dëmtimin e mundshëm të veprave infrastrukturore. Pra, nuk është vetëm se pylli si element apo si peizazh i gjelbër, por janë shumë pasoja dhe për të ardhur te krimet mjedisore të tjera pastaj. Kjo na çon në atë që prishja e habitatit të specieve, të florës dhe të faunës, kushtëzon shumë, si thua, diversitetin biologjik të kësaj pasurie që ne kemi patur. Sepse aty jetojnë pafund specia. Patjetër, pra nëse habitati është në rregull, specia mund zhduket përkohësisht, por rikthehet, ndërsa nëse i shkatron habitatin, specia dhe po të vijë nuk ka ku të jetojë, kështu që nuk mundet më që të jetë prezente në atë pjesë territori. Ne rrezikojmë seriozisht për ajo që kemi publikuar në raport, pra kemi thënë që si thua volumi i pyjeve ka rënë me thuajse 35% në periudhë shumë shkurtër kohore, që do thotë ne po e keq trajtojmë masivisht. Në një farë mënyrë, ndoshta është shumë e rëndë për ta thënë, por ne po ushtrojmë një farë genocidi mbi natyrën, pavarësisht se nuk jemi brenda species, si thua. Nuk po ushtrojmë këtë lloj dhune ndaj species njerëzore, por po ushtrojmë këtë lloj dhune në shtëpinë tonë të përbashkët, në natyrën e Shqipërisë. Pra një vend kaq i bukur, kaq dinamik, si thua, në strukturën e vet të peizazhit dhe të vlerave biologjike, duke e keq trajtuar në këtë lloj forme, rrezikojmë çdo vit e më shumë. Thash, ne kemi mësuar në gjeografi që sipërfaqja e Shqipërisë është 28.748 km², por në fakt nëse do ta masim sot është më pak. Është më pak për shkak të erozionit masiv që ne kemi në Bregdet. Sa është sot? Sa mund të jetë sot? Nëse bëjmë një përllogaritje të... Ndoshta mund të jemi një, besoj unë, një 500 km² më pak. Sepse në një pjesë të madhe nga pylli i sodës në Vlorë e deri në Velipoj, kemi humbur territore masive gjatë vijës bregdetare, thash nga keq përdorimi i shtretërave të lumejve, nga digët e ndërtuara për hidrocentrale dhe nga shkatërrimi i natyrës. Pra, shkatërrojmë pjesën malore të vendit dhe nga ana tjetër përkeqësojmë situatën dhe në zonën fushore. Po dhe pasi e kemi dëmtuar, kaq shumë duket sikur është rikthyer disi vëmendja tek natyra, tek nevoja dhe tek të mirat që ajo ka. Pas gjithë kësaj, çfarë kemi humbur? Çfarë mund të bëjmë për ta ndaluar ose për ta parandaluar humbjen e më shumë sipërfaqeje pyjore, natyrore apo dhe të tokës? Kemi pas disa gjëra të mira që duhet i themi këto vite. Për shembull, moratoriumi i gjuetisë. Sigurisht nuk ka funksionuar 100%, por ka arritur që në një pjesë të madhe të territorit të ketë efekte shumë pozitive. Pra ka qenë gjë e mirë e cila mund të funksionojë. E dyta, duhet të lidhim më shumë territorin me njerëz. Duhet të kemi më shumë kontakt, njerëz të cilët kanë kontakte drejt për drejta me territorin. Për fatin e keq, kur kthehen, lënë mbrapa gjurmë të pashlyeshme, si thuash, negative në mjedis, siç janë mbetjet për shembull. Pra shkon në majt Korabit edhe shef mbetje, shkon në majt Jezercës edhe shef mbetje, shkon në majt Malë edhe shef mbetje, të cilët bëhen nga njerëz të cilët e adhurojnë natyrën në një farë mase, në një farë mënyre, por që shkojnë edhe nga dembelizmi, nga mungesa e edukatës, e kulturës, e ndjeshmërisë mjedisore, lënë gjurmët e veta atje, të cilat do duhen shekuj që të shlyhen nëse vazhdojmë kështu.
Dhe në këtë drejtim ka shumë për të bërë. Edukimi do të ishte, pra nga këtu duhet nisur. Ne duhet ta kishim nisur edukimin mjedisor para 35 vitesh. Tani duhet ishte, si të thuash, gjenerata e dytë që kishte Si jemi krahasimisht me vendet e tjera? Jemi askund. Pra, nëse do të bësh një grafik me XY, nuk jemi kurkund, domethënë, sepse kemi injoruar totalisht çështjen e mjedisit. Mjafton shohësh vendin, mbeturina, siç thash, nga mali deri në det, në qytet, në pallat, në rrugë, në rrugicë, në lulishte, gjithkund mbeturina. Pra, gjurma që ne lëm në ekosistem, natyrën, mjedis, në këtë mënyrë do të duhen dekada për të shkryer. Pra, sikur ta nisim aksionin e pastrimit sot dhe mos ndosim më, ne do të na duhen dekada që të pastrojmë 35 vjet ndotje që kemi bërë mjedisit. Qartë. Abdullah, një mesazh për të gjithë ata që vizitojnë natyrën, sepse në fakt na ka ndikuar edhe në turizëm, për shembull, vitet e fundit unë mbaj mend djegjen e jugut të Shqipërisë, djegjen e veriut të Shqipërisë dhe kishim shumë turistë të cilët ishin të terrorizuar. Mesazhi im është që do doja shumë që ne t'i dinim dhe t'i njohim vlerat e natyrës tonë, vlerat e specieve, të florës, të faunës, biodiversitetit që kemi, se pa njohur këto ne nuk mund t'i mbrojmë. Pa njohur këto ne nuk bëjmë politika zhvilluese mbrojtëse të tyre. Pa njohur këto nuk mund ta duam më shumë vendin. Pra, ne duam vendin Shqipërinë, sepse është vendi ku kemi lindur, por duke i shtuar këto element natyrës, sigurisht që vlera e vendit apo dashuria, si të thuash, për vendin është shumë fish më e madhe, apo duhet jetë shumë fish më e madhe, dhe kjo lidhet shumë me informacionin, i cili duhet shkojnë në mënyrën e duhur, tek audiencat, lidhet shumë mbi gjitha me edukimin mjedisor dhe pastaj me zbatimin e ligjshmërisë, problemin e madh të cilin ne kemi patur dhe vazhdojmë ta kemi në fushën e mjedisit. Qartë. Abdullah, unë të falenderoj dhe të falenderoj për gjithë bashkëpunimin. Lidhja me teknologjinë duket se na bëri shumë egoist, na bëri të harrojmë mëmën tonë, pra atë ku ne jetojmë çdo ditë, atë ku ne marrim frymë, ku marrim ajër, na bëri të harrojmë natyrën dhe të mos mendojmë për brezat e ardhshëm. E them egoist sepse ka kaq shumë breza të rinj që do të vinë, do të jenë fëmijët tanë dhe në vend që t'ju alinim trashëgimi natyrën, në fakt ne po ju lëm trashëgimi vetëm një ajër të ndotur dhe shumë më pak sipërfaqe toke, jo vetëm në Shqipëri, por patjetër në të gjithë botën.